Mirë, jemi rikthyer, jemi live në review, teksa fillimisht dua t'ju tregoj disa informacione sa i përket çfarë ne do të flasim sot në review. E nisim fillimisht me garën në Partinë Demokratike. Regjia më ndihmoni pak, kemi mundësinë që të shohim se cilët janë këta personazhe të cilët patën mundësinë për të dhënë kandidaturën e tyre edhe për të kandiduar pra për qenë kryetar të Partisë Demokratike, një proces i cili tashmë ka mbaruar, janë skualifikuar 4 personazhe në fjalë, Zoti Saljani, zonja Kokalari, Alesia Balliu dhe zonja Sela, një personazh i cili në fakt u bë shumë viral prej deklaratave të cilat bëri her pas here. Si ju thash, në këtë moment që flasim, Zoti Berisha është i vetmi kandidat për kreun e Partisë Demokratike dhe skualifikimi i 4 personazheve në fjalë ka shkaktuar një debat edhe për brenda Partisë Demokratike, teksa flitet sepse flitet për një lloj padrejtësie. Një prej tyre madje është dhe reagimi i zonjës Sela. Ajo na ka dërguar një deklarat për review, teksa shprehet se si kandidate për kryetare e Partisë Demokratike të Shqipërisë po njofton opinionin publik se do të mbaj këtë lloj qëndrimi për shkak se sipas saj këto procedura po manipulohen. Ajo thotë që do të drejtohem gjykatës së Tiranës me një kërkesë për pezullim të procesit zgjedhor si të palishëm, të padrejtë, të pabarabartë dhe në kundërshtim me statutin e Partisë Demokratike të miratuar nga Kuvendit dhe të njohur nga gjykata. 2. Ti drejtohem spak për hetimin e procesit të korruptuar zgjedhor në Partinë Demokratike nga i pandehuri Sali Berisha, i cili është në akuzë edhe për vepra të tjera penale. 3. Të drejtohem ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe misionit BE-s për të informuar dhe për të kërkuar ndihmë, pasi ish kryetari Sali Berisha ka marrë peng partinë dhe nuk e lejon zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. 4. Të drejtohem mediave të lira për ndihmuar që Partia Demokratike të mos shkatërrohet, thot, dhe 5. I vetmi person që nuk përmbush kriteret e statutit është ish kryetari Sali Berisha, i cili ka humbur zgjedhjet e vitit 2025 dhe nuk i lejohet ligjërisht sipas statutit të partisë të garojë për funksionimin e kryetarit.